tash s'ke kohë sepse është prajmi Po sot. të them, olla, nuk është momenti më kupton. Do ta shikojmë nëse do ta lësh nesër. Po patjetër mos. Ore, janë ca lufta kjo do i çaj vet, mua ka krah për çdo gjë. Po patjetër, ca nuk po lufta të do njerëzit t'i ka çaj krah. vet, do t'i çaj. Ama kur këta po vinë ta godasin për nominimin që kjo sërish të dali nga vetja apo të shpërthej dhe ku e godasin, pse se goditën për asnjë situatë, ta kishin goditur për situatën me Kristin apo me Brikenën. S'folën fare. E goditën prapë ke unë. Sepse kërkoj faljen prem. Jo, më i tham prapë e kërkove kod, s'ndërhyva unë aty. I thash ty vetëm. Kristi. Po më edhe i thash ty vetëm për barbekun dhe i qepa. Kristi ka ndërhyrë për situatën e vet, sepse Kristi dëgjoj, Kristi ka ndërhyrë për situatën e vet, sepse Kristi e hapi temën aty. Po ç'më duhet mua Kristi, mos e fus llogaria as Kristin as mirë. Ore, se fut llogari që ç'kemi ato se je zënke për gjithë ato debatë Kristi, tash mos ta bëj kot tash Kristi. Nuk i fus llogari dhe po gjithë ato shet ta. A do kisim qafsh tash. O zemra nuk i fus në llogari. Duhet i fus. Po jetu i fut pra. Ti nuk i fus se këtë moment kam tjetër synim e marr vesh, e morën vesh. Të mbroj për nominimin sot. Po duke mbrojtur ti, duke lënë pjesë, po e dëmton, nuk e kupton në bu. Ka mbaruar pjesa deri ndar, ka kryer. Ata të dy, jo më jo, kjo do kaloj këtë nominim. Ata të dy mos thuj se po. Ore, ata që ndaj Kolltuku nuk e vën fare llogari zero. Dakor, mos u bërë. Zero. Përveç Mateos. Grise, nëse duaj ajo me polo që ti grisesh në krah. Hajde Mateo.